kam treguar shokëve, më thonë, ku e ke atë librin? Edhe unë bëjsha ka i them atë librin e kam në Vlorë. Kështu që e ke shkruar atë librin? Në libër? E kam shkruar këtë të tranzicion. Që 5 deri në 10 vjet. Po 5 deri në 10 vjet. Se pas ka dalë. Kam dështuar. Siç janë dhe plot gjëra të tjera ku në shumë parashikime. Shiko, analiza. Po mirë, sa zgjati sipas te? 5 deri në 10 vjet. Shiko. S'ka mbaruar? Tranzicioni politik dhe tranzicioni ekonomik në shoqërinë shqiptare ka përfunduar. Kur? Pra, kur përfunduar? Në një farë mënyrë. Kur? Shiko, kur antarësuan në NATO? Antarësimi në NATO ishte një gur prove, ishte një pikë kthese. Ne nuk kemi më rrezikjet na rikthehet diktatura ose na rikthehet prona kolektive në mbi mjetet e prodhimit të shoqëri. Po ne nuk kemi mbyllur problemet e tranzicionit moral, që kanë të bëjnë me formimin e qytetarisë, që kanë të bëjnë me familjen, kanë të bëjnë me familjen, me problemet e tjera. Duke thënë që ne jemi një popull fshatar? Jo, ne nuk kemi, ne jemi popull. Jo, nëse mendon thuaj, mos falëf. Se thon Gzim Tushi, se po ta them unë. Shiko, ne jemi në një gjendje të amullt dhe në një farë mënyrë duke qenë shoqëria është në krizë, ka një krizë ekzistenciale të saj lidhur me stabilitetin, edhe individët janë pikërisht në këtë gjendje, janë në këtë gjendje kaotike, ku janë të paqartë dhe kjo ka sjellë këto problemet e raporteve që kemi ne me veten, me tjetrin, në struktura të tilla themelore të jetës tonë, në shoqëri, në familje, kudo, në shkollë. Pra problematikat që ne kemi më shumë janë të karakterit social. Aty ne kemi problemet më të mëdha dhe që kërkojnë një përpjekje kolosale, sepse ne nuk kemi të rregulluar mirë ato që quhen amortizatorët kryesor të stabilitetit ekzistencial të shoqërisë. Kush janë këta amortizatorë? Unë të them nga njerë metaforikisht, ne jemi si një shoqëri që janë shkepur të gelat. Domethënë ke parasysh ato pantallonat me edhe rrobat e shkepura me të gela që ecin kështu. Ashtu jemi akoma? Ne akoma jemi në këtë fazë. Bile, unë po them që problemet, nëse do bëjmë një diagnostikim preciz të realitetit tonë, unë do them që ne kemi probleme me institucionet, ato që unë i quaj herpaser të sigurisë morale, institucionet amortizator të stabilitetit social, të cilët janë shumë të rëndësishëm. Sepse ne kemi një përfytërim pak etatist, po të vëshëre gjithmonë ne diskutojmë për çfarë bën shteti, çfarë bën qeveria. Sigurisht shteti dhe qeveria kanë mëkatet e tyre, kanë përgjegjësitë e tyre dhe doje mos i nuk i kanë bërë mirë ato rolet dhe përgjegjësitë që kanë. Por unë mendoj që ne duhet ta kthejmë optikën jo vetëm në mënyrë konkave, por dhe konvekse në drejtimin ton, brenda vetes tonë. Edhe vetëm kështu, po edhe kështu. Edhe kështu, duke parë që ne kemi probleme me familjen, ne kemi probleme me shkollën, ne kemi probleme me komunitetin, ne kemi probleme me neurotizmin social, me konfliktet, me dhunën në familje, me divorcin. Këto jo të gjitha janë në dorë të qeverisë. Ti marrë me radhë, profesor. Tani, ka teori që shprehen që ata ide është liderët e shtetit, president, kryeministri, qeveri, opozita, janë të këqinj, populli është i mirë. Tani, unë po pyes njeriu më kompetent. Ata janë ne, domethënë ne kemi produkt ata, apo i kemi zgjedhur gabim, ose na e kanë vjedhur ata në pushtetin. Shiko, unë mendoj që ky ekuacion është bivalent, të dyja janë të vërteta. Edhe të dyja janë të vërteta. Sa qef kisha ti ishe më i prerë? Jo, janë të dyja të vërteta, sepse edhe ata janë produkti i kësaj shoqërie. Ata janë produkti ynë, kaq? Absolutisht produkti ynë janë ata. Çfarë tjetër kemi pse? Tjetra është që edhe ndikimi jon mbi ta nuk është atje ku duhet. Domethënë prandaj është ekuacioni irreversibël, është i kthyeshëm. Ndikimi është reciprok. Shiko, pa diskutim, ata që janë në bordin e shoqërisë, elita politike e vendit tonë, në këto 3 dekada nuk është se ka qenë lucide, nuk është se ka qenë e përkryer, nuk është se ka... Po si mund të jetë e përkryer? Ne nuk mund të zgjedhim president dhe kryeministër John Kennedy, Eisenhower. Nuk mund të zgjedhim Franklin Roosevelt. Ne nuk mund të zgjedhim, po megjithatë shiko, politika është profesion, është dhe mision. Një nga gjërat që vëre unë, për shembull, po të shikoni dhe fushat në fundit elektorale, janë zgjedhur deputet të rinj. Sigurisht rinovimi i një institucioni politik është i domosdoshëm, apo jo, është për frymarrje. Po ama parlamenti apo ata që merren me politikë nuk hyn në politikë për të mësuar politikën. Po hyn në politikë kur janë politikan. Dhe në këtë kontekst, të them që ne duhet jemi shumë të vëmendshëm në ata që zgjedhim. Domethënë, po bën një kritik për Edi Ramën? Për të gjithë, absolutisht për të gjithë. Jo, një sekond, profesor. Kjo që thatë ju është për Edi Ramën. Pse? Sepse nga 74 deputet që ka aktualisht
Partia Socialiste, 53 janë të rinj, pra do e mos edhe prandaj, për shembull tani filloi ajo Akademia e famshme e politikës, që një pjesë prej këtyre tani duhet të ulen që të mësojnë politikën, të mësojnë Të pëlqen ajo Akademia? Unë nuk e di se s'kam pas rastin që të vetë të bëj ndonjë temë ose ndonjë leksion, nuk më kanë kërkuar ndonjëherë, megjithë që në orientim jam koherent me ta, po nuk më kanë kërkuar dhe nuk e di se çfarë bëhet dhe çfarë. Jo, atëherë po e riformuloj pyetjen. Do ishte më mirë që leksionet aty t'jepnin deputetët me përvojë, apo t'jepnin edhe disa profesorë universiteti si puna juaj, sociolog, politolog, njerëz që i njohin shumë mirë teknikën e politikës? Unë nuk e di, zakonisht më them rru nga i njeri që e shumë ta mund të ketë shkruar një libër, sepse natyrisht e ka horizontin shumë të kufizuar. Aq më pak unë mendoj që profesioni i deputetit nuk është profesion empirik. Pra, në qoftë se ti shkon atje për t'ju thënë vetëm çështje militanteske, se si mund të ashtu bashkohemi, të unifikohemi. Unë mendoj që dija është pushtet dhe dijen e kanë ata që dinë. Në këtë kontekst, edhe në atë akademi. Tani prit, më fal profesor, kush ishte ky që është për kë që ka shkruar vetëm një libër? Unë nuk e di se ka nga ata që s'kanë shkruar as i libër, ka prej atyre që do të thënë që ata s'din, ëh? Jo, nuk e thash këtë gjë. Kur e kisha metaforikisht. Edhe ai me një libër që ke diskutuar? Edhe ai më ashtu është, po e kisha fjalën që do të ishte domosdoshme që të kishte prania e politologëve, e juristëve të njohur, të shquar që kanë përvojë. Mirë, jurist për shembull është Fatmir Xhafa aty, sa i flet edhe në aspektin shumë normale është. Normale Fatmiri është. Një autoritet, një personalitet në atë fushë. Është absolutisht. Ka dhe të tjerë, nuk them se parlamenti është i përbërë me njerëz anonim. Ja. Ata që kanë nevojë për kualifikim, për kulturë, do t'i nënshtrojnë kësaj gjë, po ideja ime është që kur i përzgjedhim, në qoftë se thashim, në qoftë se dija është pushtet, atëherë do të thotë duhet të zgjedhim ata që kanë dije. Ata që kanë dije politike, dije të vërtetë, që janë kulturalisht të orientuar. Shikoni, ne erpasere kemi neveri për njerëz që janë me të meta serioze kulturore, në formulim, në artikulim, në sjellje, në gjuhën e trupit, në të gjitha gjërat. Dhe për fat keq, erpasere parlamenti nga një aul e rëndësishme e intelektualit dhe qytetarit është kthyer nga njerë në një platformë që gëlon me toksike, me enë toksike. Dhe ato pastaj interferojnë dhe në jetën shoqërore. Okej, ngacmove me këtë profesor. Tani nga 90-ta deri më sot ne kemi 9 kryeministra që kanë pasur qeveritë e tyre, disa edhe nga 2 në 3. Felevin Fatosano 3 qeveri, Pandeli Majko 2 qeveri, Sali Berisha 2 mandate, po Edi Rama është ai i rekordmen madje. Unë do ta them më saktë, po pak më vonë. Qeverisjet e këtyre 9 kryeministrave, zoti Tushi, i kemi merituar? Kanë bërë ata atë që duhet bënin? Shiko, unë mendoj që ndërrikimet e tranzicionit janë shumë të vështira. Shiko, kur ndodhin përmbysje të tilla, dikur ka thënë një nga këta kryeministër, ka thënë që të ndrosh sistemin nuk është si të ndrosh këmishën. Është i vështirë tranzicioni, është i vështirë. U fillua me populizëm, u fillua në këtë rast, tamam me atë që ka lexuar një libër me që po të kthejmë që u tha që shiko, asgjë nuk vlen, duhet përmbysur gjithçka dhe do filluar gjithçka nga e para, sepse ai që e tha këtë kishte lexuar një libër që ishte terapia e shokut. Dhe ai libër e shkatërroi Shqipërinë. Shkatërroi gjithë në fundit ajo që duhet ndryshuar ishin marrëdhëniet në prodhim, politika, jo mjetet e prodhimit. Forcat prodhuese janë inerte, janë memece. Mjafton të ndryshosh mënyrën se si do t'i vësh. Pra, nuk do të thotë që duhet prishësh ferma, duhet presësh pemët frutore, apo duhet të shkatërrosh fabrika. Ju besoj keni marrë vesh tani që ajo që u shkatruan fermat, fabrikat, uzinat, që ishin 500 fabrika uzina, ka qenë investimi i shërbimit sekret serb dhe këtë ka pranuar edhe zoti Berisha. Aq më keq në qoftë se ata që kanë zbatuar këtë Jo ka pranuar zoti Berisha, zoti Ngjela e tha në intervistë me mua, ka thënë 500 fabrika dhe uzina të shkatruara dhe $20 milion Shesheli i tha Miloševićit, ku janë tha? Ja ku janë, si e shkatruar Shqipërinë. Është vërtet. Këtë e ka pranuar zoti Berisha. Unë po marr vetëm një gjë, po marr vetëm fabrikën fabrikën e llampave në Vlorë. Sapo ishte rikonstruktuar me një vlerë $5 milion Sa ishte rikonstruktuar? Sa ishte rikonstruktuar dhe prodhonte llampa
tungstram, lampë 1200 orë pune. Dhe në 90-ën, fabrika e lampave u shkatërua, që ishte moderne, u shkatërua krejt. Në thënjësh? Në thënjëshin, se qartë është. Jo, në thënjëshin. Dhe ne filluam të merrim lampa bulgare, dhe unë mbaj mend që blinim në shtëpi dhe ato nuk shkonin as 3 ditë, 4 ditë, kurse ajo lampa e fabrikës së Vlorës shkonte 1200 orë pune. Ishe shkatëroj fabrikën? Po ne shkatruam. Vetëm ka që u tha që këto nuk janë fabrika komuniste, ti shëmbim, ti shkatroj. Do thënë, ne u shkatrua fabrika lampave, se dikush tha që është fabrikë komuniste. Do ta shkatroj. Absolutisht. Dhe ju fut populli? Gjitha populli natyrisht u inspiruan se kështu kaq. Po jo, ju fut populli dhe e shkatroj. Patë fabrikën e sodës. Jo, prit rrim këtu njërë. Po kur bleu lampa pas e bullgare, thanë njërë çfarë bë? Tani ato mësimet që nxjerrin pas mësimit nuk kanë më vlerë. Kjo ishte çmenduri kolektive? Ishte një marrëzi kolektive, është marrëzi kolektive, zakonisht këto janë raste kur ide të caktuara, ideologji të caktuara indoktrinojnë masa të mëdha. Më pëlqeu shumë kjo. Përveç fabrikës së llambave, çfarë pe vetë që ke qenë aty vetë do të jetë merruar se si po e shkatronin? Po u shkatruan shkollat, institucionet themelore. Jo, nga këto uzina fabrikat. Atje të gjitha fabrika, sot PVC-ja u shkatrua, fabrika e qimentës u shkatrua, kombinati i konserva që prodhonte Telman, po, që prodhonte vërtet teknologji e vjetër ishte, por i prodhonte konserva, prodhonte të gjitha salcërat e gjërë. Po, këtë do të pyesja, mos ajo teknologjia ishte e viteve... Miku im, teknologjia mund të reformojë, mund të përmirësoj, element teknik. Sigurisht, fabrika e llambave mund të ketë pasur 300 punëtor, dhe ajo duhet kishte 100 punëtor, se me 300 punëtor, se si që dini atëherë në kohën e komunizmit, vendet e punës hapeshin, futu merë, sepse ndajshin 5 lek për 5 lek dhe me aq shtyej. Kurse mund të ndryshonte teknologjia, mund të paksoheshin ato, po jo të shkatërroheshin në zero. Dhe sot praktikisht ne nuk prodhojmë, po merr ti fabrikën e telave në Shkodër, ishte tërë për eksport, uzina e precizionit në Korç, ajo e bakrit në Rubik. Se kishe dhe kështu si kombinati i Elbasanit, metallurgjik, që ishte i panevojshëm. Ato pasta ishin grandomanit. Një bombë bërthamore. Ishin ato grandomanit e Enver Hoxhës dhe politika e tij autarkike për t'i prodhuar gjithçka në vend, ishte një marrëzi. Domethënë imagjino deri do prodhonim traktore, do prodhonim automobile, ku diun mirë që sa dhe për aeroplan, por nuk e kishte ti kapacitetin. Po llamba po. Tela po, konserva po, se ti kishe gjitha, sidomos industrinë ushqimore, ti u shkatrua industria ushqimore, po mi të marrësh ato kompostat, po kompostat e Shqipërisë ishin mrekullueshme. Prodhoheshin që nga Dibra deri Sarandë. Fabrika e çokoladave, si u shkatrua? Ishte një mëkat i madh. A kemi ne, profesor, të trashëguar nga ato 50 vitet komunizmit shoqëria jonë cilësi pozitive? Shiko, unë jam kundër nihilizmit, kundër shikimit të njëanshëm të sistemit të vlerave në një shoqëri. Sistemi i vlerave, i zakoneve, i traditave janë një koracë fort e cila interferohet nga politika, po nuk mund të deformohet deri në fund prej saj. Pa diskutim, eksperimenti që u bë mbi popullin shqiptar në 50 vjet ishte një eksperiment makabër, i shëmtuar, tragjik, i jashtëzakonshëm. Po ju tregoj një anekdot, një plak, po kalonte Gorbaçovi në rrugë dhe i del një plak përpara dhe i thot, mund të të bëjmë pyetje më birë? Po, mor, i tha Gorbaçovi. Mor, këtë socializmin kush e ka shpikur? Gorbaçovi e kuptoi që mund të ishte një çik me ironi dhe i tha, po, besoj ndonjë politikan do këtë qenë. Po, me siguri, tha, politikan do këtë qenë, se po të ishte njeri, këtë eksperiment do ta bënte me minjt dhe jo mbi njerëzit. Në Rusi kjo? Po. Edhe kjo është një anekdot që qarkulloi gjërësisht në ish Bashkimin Sovjetik. Pra, në këtë pikpamje, ai sistem e përçudnoi njeriun, shoqërinë e ktheu në turm, lullëzoi cinizmin, hipokrizin. E urreje, profesor, atë sistem? Absolutisht. E urreje? Nuk mund të them që isha disident, po për shembull fakti që nuk gjatë asaj periudhe nuk pata mundësi të pak në kulturalisht të kisha mundësi të lexoja, të kisha librat e dur. Ata mbarova për filozofi, sociologji, pa prekur një libër me dorë, një libër sociologjik, përjashtuar veprave të klasikëve të marksizëm-leninizmit dhe veprave të Enver Hoxhës, fjalimin Berat, fjalimin e Kosh. Mbaruat sociologji, u diplomuat filozofi, po, pa
pa prekur një libër filozofik me dorë. Si u diplomova? Atëherë u diplomua me ato lëndë. Shiko, lëndë kishte atje dhe bëshin, nuk mund të them. Ishin këto të ndërtrimit. Po ishin këto. E kam thënë dhe herë tjetër, aty nga viti 73, kur isha student, ishte koha që e liroj pak regjimi, atë fillua jo lëvizja e rinis, se ishin këto recidivat e ngjarjeve në Francë, televizjeve të studentëve dhe të klasës punëtore në Francë, edhe sistemi këtu filloi ta zbuste në qik, lejoj edhe abonime. Unë atëre, me qenë që ishte kështu dhe me që lexoja rusisht, mora një libër që botoi nga Universiteti Lomonosov, Vapros e filosofi, çështje filozofike. Libra komunist 73. Mora, ishte 160 lek të vjetra, 4 numra, 20 lek. Si ishin pak atëre, 20 lek ishin, nuk ishin pak. Me erdhën 3 numra nga ato, shumë të bukur. Kishte, pra përmend. I ke dhe sot? I kam, po si i kam bibliotekën e Vlorës. Të ndihmuar? Shiko, në atë kohë më ndihmua, sepse edhe aty, për shembull, ne këtu nuk e zinim dot me goj Freudin, Sartrin. Aty ka njohur Freudin dhe Sartrin. Aty kam lexuar për Freudin, për Sartrin. Me optik marksiste. Po pse je hoqi? Sepse në parathënie thoshte Tavarish Brezhnev skazall. Shoku Brezhnev ka thënë. Dhe vetëm për këtë s'duhet ta merrja atë libër me dorë. Dhe ai bllokoi këto libra. Pra ishte një terr i vërtet i jashtëzakonshëm. Kur je zgënjur për të parë nga i regjim, nga i sistem dhe domethënë që kuptove që unë jam zgënjur nga i sistem kur unë fillova të punoja në strukturat e pushtetit vendor dhe të pushtetit lokal në Vlorë. Dhe vitet 80. Në vitet 80 dhe vija re që ishte një parim i përgjithshëm i vendosjes atë që thotë drejtorojit Gomarit Parakalit. Të Gomarit Parakalit. Do në Vlorë vendose Gomari për Parakalit. Absolutisht. Ata që drejtonin ishin me nivele mediokre. Akoma kishte nga ata që ish partizan të luftës dytë botërore që duhet drejtonin në sektor. Akoma ishin në përvende të caktuara dhe ti duhet i dëgjoje me veneracion dhe duhet mbaje shënime nga mediokriteti i tyre. Ishte të mërshme. Po më tregoni një rast veçantë. Po, raste, plot raste. Për shumë, bje fjala,